Momente frike ka përjetuar kombëtarja e Nigerisë gjatë kthimit pas ndeshjes kundër Lesotos, e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026, skuadra e udhëhequr nga ylli Victor Osimhen u përball me një situatë dramatike në fluturim pas njëri prej xhamave të kabinës së pilotit u thye, duke detyruar ekuipazhin të kryente një ulje emergjente. Ngjarja ndodhi pak pas nisjes së avionit që transportonte lojtarët dhe stafin teknik drejt Akwa Ibom, kryeqyteti i shtetit nigerian. Sipas raportimeve të mediave italiane dhe afrikane, xhami përparmi i avionit u plasarit gjatë fluturimit, çka krijoi tension mes udhëtarëve dhe pilotëve. Fatmirësisht, ekuipazhi reagoi me profesionalizëm dhe arriti ta ulë avionin në mënyrë të sigurt. Pas ndeshjes së fituar 2-1 ndaj Lesotos, atmosfera në skuadër ishte e gëzueshme, por frika mori vendin e festës në pak sekonda. Pamjet e publikuara nga portali italian tregojnë qartë dëmet në pjesën e përparme të avionit, ku xhami i plasaritur tregon se situata ka qenë mjaft serioze. Pavarësisht alarmit, asnjë lojtar apo antar i stafit nuk ka pësuar lëndime dhe skuadra është rikthyer e sigurt në tokë. Pas kontrollit teknik, autoritetet nigeriane kanë nisur hetimet për të zbuluar nëse thyrja e xhamit është shkaktuar nga ndonjë defekt teknik apo faktor të jashtëm. Për momentin, Federata Nigeriane nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare, ndërsa lojtarët kanë shprehur falënderime ndaj pilotëve për profesionalizmin dhe ndërhyrje në kohë. Ky incident ka tronditur opinionin publik në Nigeri, duke rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë së fluturimeve, por ekipet kombëtare, veçanërisht gjatë udhëtimeve ndërkombëtare. Për fat të mirë, kjo ngjarje përfundoi pa pasoja të rënda, një frikë e madhe që mund të kishte pasur fund tragjik.